Javëve të fundit, dy njësitë e termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës, A5 dhe B1, u ndalën së operuari për disa orë për shkak të defekteve të papritura. Kjo ngjalli reagime dhe pikpyetje për sigurinë e furnizimit me rrymë, jo vetëm tani, por edhe gjatë sezonit të dimrit. Keku i sanoi prishjet dhe dy bloqet u kthyen shpejt në prodhim. Por si është gjendja me prodhimin e rrymës në Kek dhe a ka probleme edhe në njësitë e tjera të termocentraleve? E shpjegojmë tani. Rreth 90% e rrymës në Kosovë prodhohet nga dy termocentralet e Kekut, Kosova A dhe Kosova B. Njëra 60 e tjetra 40 vjet e vjetër. Aktualisht, sipas të dhënave nga Keku, disa prej bloqeve janë në remont ose në planifikim për të nisur remontin. Në janar të këtij viti, qeveria dhe Keku kishin njoftuar për investimin prej 137 milion eurosh për ta rehabilituar bllokun A3. U tha se ky riparim do t'ia zgjaste jetën edhe për 20 vjet këtij bloku që punon prej vitit 1970. Tani 6 muaj pas, punimet s'ka nisur ende. Keku njoftoi se më 4 korrik mbyllet afati për aplikim në tender nga kompanitë e interesuara për t'i kryer punimet. Bloku tjetër i Kosovës A4, sipas Kekut është në remont kapital prej 16 majit të këtij viti. Në riparim është ende edhe bloku B2 i termocentralit Kosova B. Punimet në rehabilitimin e turbinave ka nisur më 28 prill dhe sipas kryeshefit të Kekut, bloku do të kthehet në operim në fillim të muajit tetor. Riparimin e përfundoi në prill të këtij viti bloku B1, i cili së voni më 21 qershor pati përsëri prishje dhe u ndal së operuari për një ditë. A do të ndikoj kjo situatë furnizimin e qëndrueshëm me rrymë, sidomos gjatë sezonit të dimrit? Sipas Kekut, prodhimi ditor i rrymës është mbi 10.600 MW në orë. Ditë më parë, kryeshefi ekzekutiv i Kekut, Gramës Hashani, tha para mediave se nuk ka kolaps në prodhimin e energjisë elektrike dhe se prodhimi vazhdon. Se a do të kemi rrymë edhe në dimër pa ndërprerje, nuk është e qartë. Nga Ministria e Ekonomisë, Keku dhe Kosti nuk treguan nëse po merren masa për stabilitet energjetik në muajt e ftohtë. Për të siguruar stabilitet në furnizim me rrymë dhe në çmimet e saj për qytetarët, ekspertët e energjetikës bëjnë thirrje që institucionet ta blejnë më herët rrymën që është e nevojshme të importohet për dimër. Aja gjithmonë që ka ndodhur tash disa vite në Kosovë, ne mbaremi nga importi që importojmë energjinë elektrike. Edhe aja që metodologjia nuk ka ndryshuar, që ne shkojmë me blejmë rrymën një ditë më herët. Kur e dim që neve na mungojnë 400-500, jemi të sigurt që na mungojnë për arsye se nuk kemi kapacitet të generator, as zëreja, as Kesko, as qeveria e Kosovës këtë rast nuk kanë bërë një strategji që ta blejmë përpara. Që të jemi të sigurt që s'paku me pas sigurinë e çmimit, edhe ne si qytetar me ditë parafërsisht të kam na ushtrajtu, anvaret kjo nga importi. Problemet e vazhdueshme nga termocentralet e vjetra të Kekut i kanë kushtuar Kosovës miliona euro import të energjisë elektrike. Dimrin e kaluar, ndërprerje të shpeshta të rrymës kishte në komunën e Ferizajt, atë të Gjilanit, Vushtrisë dhe Prizrenit. Sipas autoriteteve, kjo ndodhi për shkak të konsumit të lartë të energjisë me uljen e temperaturave. Të mbi ngarkesë në rrjetin energjetik, institucionet e kanë arsyetuar me zhvillimin ekonomik. Ato vazhdimisht kanë bërë thirrje për kursim të energjisë elektrike nga konsumatorët, derisa investimet në burime të energjisë së ripërtrishme mbesin në shkallë të ulët.